Të dashur protestues, do të kisha shumë dëshirë që gjatë koncertit të këngëtarit që nuk e duan mjaft në botë e braktisin, juve të këndoni refrenin magjik. Rama jep dorëheqjen. Pa klasën e vjetër politike, një Shqipëri e re demokratike. Ju lutem shumë, ashtu siç vajtët, harxuat energjinë në rinas, kot në kot. Shkoni tani dhe bëjeni koncertin e vitit dhe të shekullit atje, duke treguar pausitë e Diramës me forcën tuaj si bij shqiptarësh. Boll më kjo parti e Serbisë dhe Greqisë që ka helmuar Shqipërinë. Do të ndroj popullsinë, e ka bërë Shqipërinë copa duke i ushitur bandave të krimit që ja kanë dhënë te koka dhe i thonë të kemi paguar, na ke premtuar, qëndro aty dhe na shpërble me investimet që do të pastrojnë paratë e krimit. A do Amerika ta lejoj të marrëzi? Dashtë Zoti, merre Donald Trumpi 1 orë, urdhëron të gjitha agjencitë, punoni për Shqipërinë, nxjerrni kokën Tila Pangjozi, që tallet me presidentin Barack Obama, tallet me Donald Trumpi, fatkeqësi e botës. Jo. Ti je fatkeqësi e Shqipërisë dhe shqiptarët do duhet të jenë unison. Shkoni atje dhe këndoni këngën e lirisë, lëreni atë të vjedhi 4.2 milion euro të mbushi stadiumi se do na nderoj ai Shqipërinë. Jo. Shqiptarët veti kanë dalë zot Shqipërisë.